Dietarët thonë, duat ndahen dy lloje. Duau mes'ele, duaja e kërkesës, apo duaja që të gjithë e dim kur robi kërkon diçka prej Allahut. Qoftë që t'ja fal mëkatet, qoftë që t'ja dhuroj xhenetin, që ta mbrojë nga xhenemi, apo prej çështjeve të kësaj bote, pra të mirat kësaj bote, çdo kërkesë që e bën, kjo është duaja e përgjithshme apo e thjeshtë. Dhe lloji i dytë i duas, e cila është shumë e rëndësishme, është duaul ibade, duaja e adhurimit. Dhe këtu hyjnë ibadetet, namazi. Namazi është një farë duaje. El Fatiha kur e lexojmë, elhamdulillahi në fillim bëjmë dua dhe aty. Apo në fund të tehijatin bëjmë dua. Pra duaja është e ndërlidhur me ibadetet. Po ashtu edhe agjerimi, ka dua kur ngritesh në syfir, ka dua kur han iftar, ka dua kur shkon tek dikush i cili të ka thirrë iftar, kështu me radhë. Pra të gjitha ibadetet janë të ndërlidhura me dua dhe janë një farlloj duaje ndaj Allahut. Sikurse praktikisht po i thua Allahut lartësuar o Zot, unë po e bëj këtë ibadet, këtë farz, këtë obligim që më ke dhënë, andaj ti më jep xhenetin dhe më mbroj pi xhenemit. Më thon realiteti jot po e thot këtë gjë. Për këtë shkak dikush për shembull thot nuk më pranohet një dua, kom lut shumë gjatë, atëherë i themi kthehu tek lloji tjetër i duas, tek duaja e ibadetit. A e çon si duhet në vend? Për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala i thot në surën Bekare, do të thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Kur të pyesin ty robrit e mi, thua ju se unë jam afër, po thot Allahu i lartësuar, dhe i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai bën dua. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Andaj thot edhe ata le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë tek unë në mënyrë që të udhëzohen në rrugën e drejtë. Kur thot dikush ndoshta kam lut për këtë çështje, kam bë dua kështu ashtu, s'mu ka pranuar, ne i themi i ke bë thirrje Zotit tënd dhe nuk të është përgjigj. Atëherë shikoje kur të ka thirr Zoti yt e ti nuk je përgjigj. Sa herë thirrë zoni, hayya alas salah, hayya alal falah, hajde në namaz, hajde në shpëtim, e ti nuk i përgjigjesh. Andaj pse mendon se patjetër e ka edhe Allahu që të përgjigjet ti kur të kesh nevojë. Andaj siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Njihe Allahun, pra çojmë vend urdhrat e Allahut në rahatllëk, edhe Allahu do të njoh ty, pra do t'i përgjigjet lutjes tënde në vështirësi. Siç transmetohet një hadith, robi ka një vështirësi, ka një problem, ka një siklet edhe lut Allahun. Edhe me lajket thujnë, o Zot, ki Zonë është i njofshëm. E kina dëgju edhe më herët, do me thonë, kur ka konë mirë, ki edhe atër ka bo doa, jo vetë shtash kur është në zortë. Edhe me lajket pra ndërmjetësojnë tek Allahu që të pranohet ajo dua.